Ditën e sotme, rreshtet e dëborës kanë përfshirë juglindjen e vendit duke sjellë probleme në qarkullimin e mjeteve, kryesisht në zonat malore. Trashësia e dëborës ka shkuar deri në 10 cm në Dardhë, Voskopoj e Vithkuq, ndërsa kjo trashësi është më e madhe në zonat 1200 metra mbi nivelin e detit. Në kushte të tilla, mjetet borpastruese të firmave kontraktore të akseve nacionale janë në teren duke hapur dhe kriposur rrugët. Nga ana e Arëshes Drejtorisë së Qendërlindje janë të gjithë në teren dhe po monitorojnë të gjitha akset ku kemi prezencë të dëborës. Kemi të aktivizuara në të gjithë qarkun 32 borpastruese nga ana e kontraktorëve. Gjithashtu kemi 15 kamionçina në teren, kemi dhe 10 eskavatorë të mobilizuar për pastrimin e rrugëve rurale. Gjithashtu janë në teren edhe borpastruese të njësive të vetë qeverisjes vendore, të cilat mundësojnë hapjen e rrugëve rurale të lisën në fshatrat e zonave. Të gjitha akset nacionale, Qafthan, Kapshtic, Zëmblak, Goric, Korç, Ersek, Leskovik, janë të kalueshme pa probleme, ndërkohë që në akset e fshatrave turistike të Voskopojës, Dardhës e Vithkuqit është e këshillueshme përdorimi i gomave dimërore, ndërkohë që në zonat e thella malore, sektori i qarkullimit rrugor u kërkon drejtuesve të mjeteve përdorimin e zinxhirëve. Pa energji elektrike janë të gjitha fshatrat e njësisë administrative Dardhas në bashkinë e Pogradecit, ndërkohë që me probleme janë edhe fshatrat e njësive Lekas e Moglic.